Raporti I fundit I sigurisë për Shqipërinë, I hartuar nga Këshilli Këshillimor për Sigurinë jashtë vendit për llogaritë të Departamentit Amerikan të Shtetit, evidenton përparime në disa fusha, por ngreshëtësime për korrupsionin, transparencën institucionale dhe nevojën për reforma të mëtejshme. Korrupsioni cilësohet ende si një problem serioz në gjyqësor, administratë dhe prokurimet publike, ndërsa mungesa e transparencës dhe zbatimi I dobët I kontratave vijojnë të dëmtojnë klimën e biznesit. Raporti vlerëson rolin e SPAK-ut në hetimin e korrupsionit të nivelit të lartë dhe krimit të organizuar, por thekson se pandëshkueshmëria mbetet problem dhe se persona me ndikim politik apo ekonomik vijojnë të shmangen drejtësisë. Një pjesë e veçantë I kushtohet protestave të vitit 2026, të cilat nisën si kundërshtim mjedisor ndaj projektit të një resorti luksoz në ishullin e Sazanit. Sipas raportit, protestat më pas u zgjeruan duke përfshirë akuza për korrupsion qeveritar, ndërsa në disa raste u shoqëruan edhe me përplasje dhe akte dhuna. Sa I përket sigurisë kombëtare, dokumenti evidenton kërcënim nga Irani për shkak të veprimtarisë kundër grupit opozitar iranian MEK dhe sulmeve kibernetike ndaj sistemeve shqiptare. Shqipëria cilësohet gjithashtu si objektiv I sulmeve kibernetike nga aktor shtetëror rus. Në pjesën politike, raporti vlerëson se zgjedhjet parlamentare të vitit 2025 u zhvilluan përgjithsisht në qetësi, por procesi u shoqërua me raportime për parregullsi, përdorim të burimeve shtetërore dhe mungesë transparence në financimin e fushatës. Për këtë arsye, institucionet ndërkombëtare kanë kërkuar zhvillimin e një reforme zgjedhore gjithëpërfshirëse. Në përfundim, raporti thekson se ndjenjat anti-amerikane janë të rralla dhe se komuniteti ndërkombëtar gëzon përgjithsisht një reputacion pozitiv në Shqipëri. Vendi konsiderohet me nivel mesatar kërcënimi nga kriminaliteti dhe terrorizmi, por me nivel të ulët rreziku nga dhuna politike.